Zonja Balluku ishte zëvendës kryeministre, u pezullua si zëvendës kryeministre, sot ka rënë dhe pezullimi se efektivisht nuk është më, s'ka nga çfarë ta pezullosh, tash debati është do jepet imuniteti për një masë sigurie tjetër apo jo. Kam qenë dhe mbetëm përkrahas si pikpamjes që jo, nuk duhet heq imuniteti. As asaj, as Sali Berishës nuk duhet të ishte hequr. Sepse parlamentit nuk është dhënë kot imuniteti. Është dhënë për ta mbrojtur të zgjedhurit nga abuzimi me masat e sigurisë. Po, dhe duhet ta themi troç, po më po nga abuzimi me masat e sigurisë. Sepse prokurorët në natyrë e kanë të natyrshme atë, e kanë në natyrën e punës tyre që duan të shkojnë në ekstremin, të kapin lajmin. Arrestova kaq, kapa statistike, na pa shkruajnë në CV, marrë historia ime, ora shi çfarë bëjmë jam Cubi, komisar Katani, e kupton? Këto historira është mësuar, është karikuar opinioni publik. Parlamenti është atje për të vendosur një fare, për të thënë zotërit, stop. Heto, patjetër, akuzo, patjetër, çojnë gjyq, patjetër. Po çfarë do imunitetin? Për CV-n tënde. Kjo është përgjigje që do të japë parlamenti dhe unë nuk e kuptoj Partinë Socialiste, pse heziton të japë një përgjigje të drejtë për drejtë dhe të prerë. E kuptoj deri diku sepse ka bërë gabimin me Sali Berishën. E ka bërë atë gabim me Sali Berishën. Jam i vetmi që e kam thënë hapësirën publike. Nuk duhet të lëshon të imunitetin Sali Berishës. Nuk duhet të lëshon të mos, sepse mund ta kemi inat Sali Berishën. Po është deputet e Republikës Shqipërisë, është kryetari i opozitës, merr ngarkesë ndjekja penale në kryetarit të opozitës. Dhe po, për arsye politike, parlamenti thotë, jo, nuk të japim. Siç thot parlamenti çek për kryeministrin e vet, jo, nuk duhet. Për këtë punë është shpikur kjo gjë. Dhe ne nuk e përdorim imunitetin për ata që është shpikur.